Trump themelon rezervën e kriptove në samitin në Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Donald Trump tha se është i përkushtuar për ta bërë Shtetet e Bashkuara një lider botëror në kriptovalutat, ndërsa liderët e industrisë e lavdëruan atë për anullimin atyre që thanë se kishin qenë sulme të padrejta ndaj aseteve digjitale nga administrata e mëparshme. Mendova se ishte shumë e rëndësishme që ne të qëndronim përballë këtij, tha Trump në samitin e kriptove, të parin të Shtëpisë së Bardhë. Një ish kriptoskeptik, Trump i ka përqafuar ngrohtësisht një industri që i ka treguar atij dashuri të konsiderueshme në këmbim dhe ka shpenzuar shumë për ta ndihmuar të fitojë zgjedhjet e vitit të kaluar. Është vërtet e mrekullueshme të shohësh se si gjërat kanë ndryshuar dhe si lavjersi është kthyer prapa, i tha Trumpit Cameron Winklevoss, bashkëthemeluesi i shkëmbimit të kriptove Gem. Familje përfshinte drejtues të kompanive të kriptove, zyrtarë të kabinetit, ligjvënës, shumë prej cilëve u përfolën me radhë për udhëheqjen e Trumpit në asetet digjitale. Industria e guximshme tha se ishte trajtuar në mënyrë të padrejtë nga administrata Biden dhe ndihmoi Trumpin dhe republikanët e tjerë të shënonin fitore në zgjedhjet e fundit. Trumpi përsëriti dëshirën e tij për të ndihmuar industrinë e kriptove me legjislacion miqësor dhe rregullore të lehta. Samiti ishte i fundit në një seri veprimesh që administrata e re Trump ka ndërmarrë për të provuar dhe nxitur industrinë e kriptove. Veçanërisht, kjo përfshinte heqjen e komisionit të letrave me vlerë dhe shkëmbimit të disa vlerësimeve detyruese kundër kompanive të mëdha të kriptove, duke përfshirë ato të drejtuesit të cilave ishin në samitin e të premtes. Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për krijimin e një rezerve strategjike Bitcoin, e cila në thelb ndalon Shtetet e Bashkuara. Qeverisja nga Bitcoin aktualisht me vlerë $17 miliardë e fituar përmes konfiskimit të aseteve kriminale dhe civile.